Të gjitha besimet, vlerat, traditat dhe praktikat e përditshme që formosojnë mënyrën se si e kuptojmë botën, madje edhe marrëdhëniet që krijojmë janë pjesë e një rrjeti kompleks që e njohim si kulturë. Mirë po atë nuk mund ta definojmë si një objekt vetëm. Kultura shpjegon një proces aktiv i cili është gjithmonë në ndryshim. Kur këto vlera e tradita bashkëveprojnë me shoqëri të cilat janë gjithmonë në zhvillim, ato marrin forma të tjera. Por ku jemi sot? Në një kohë kur globalizmi dhe zhvillimet teknologjike po ushtrojnë gjithnjë më shumë ndikim në kulturën tonë. Gjatë bisedave me antropologën Zanita Halimi dhe sociologën Batije Sulejmani Kërçeli, u theksua se kultura po ndryshon shpejt në ndikimin e globalizmit dhe teknologjisë. Kultura është dinamike, kultura nuk është statike, ashtu si ecin edhe proceset tjera në jetë, ecë edhe kultura, dhe në anën tjetër kultura gjatë tan kohës varet edhe prej konteksteve të ndryshme, sociale, konteksteve ekonomike, tani me konteksteve dhe teknologjike. Kosova në fakt, jo vetëm Kosova, po në përgjithësi bota është në fazën e një ndryshimi shumë të shpejtë, sepse është epoka e informacionit të shpejtë, epoka e globalizmit të shpejtë. Dhe kjo pastaj ty të dikton edhe në kulturë.